Palluku nuk është më zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë prej ditës së sotme. Gjithashtu është ndaluar me vendim gjykate nga gjyqtari Erion Çela dalja jashtë vendit për shkak se u mori pandehur për dosjen e tunelit të Llogaras. Për të folur për këtë çështje kemi të ftuar zotin Fatmir Merkoçi. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Zoti Merkoçi, në bisedën e fundit që ne kemi bërë, ju e prisni të, jo vetëm në bisedën e fundit, por edhe ato përpara asaj, që drejt të fundit po shkojmë, madje për fund e vitit ju keni thënë që do kemi edhe goditje tjera më të fuqishme. Pra jemi në të njëjtën linjë, por çfarë ndodh tani? Ndodhi ajo që kemi diskutuar dhe kam deklaruar që ditën e parë që Belinda Balluku ka dalë nga Spaku, kur u bëhe pandehur, që deklarova që Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i fuqishëm për ta shkarku Belinda Ballukun. Dhe ju pata thënë që shkoi direkt tek Arben Rakipi, e mbaj mend fjalinë e parë që keni thënë pasi doli nga Spaku. Po, dhe ju thash që kjo nuk e jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i zotit ta shkarkoj. Dhe Rama pret vetëm vendimin e gjykatës për masën e sigurisë për të lëruar duar tashmë nga heqja shkarkimi i Belinda Ballukut nga posti i zonës kryeministre. Dhe ndodhi kjo. Pra, Rama nëse do të ishte një kryeministër i përgjegjshëm, do të kisha bërë vetë shkarkimin e saj, por tash janë personat të tjerë të cilët nuk e lejojnë Ramën ta bënte veprimin për të shkarkuar Belinda Ballukun. Kështu që patatën e nxehtë nxori me duart e gjyqtarit. Patjetër, e nxori Rama këtë priste, domethënë që ta merrte, unë ju pata thënë që Rama pret vetëm vendimin e gjykatës se çfarë masë sigurie do marrin. U zgjat pak masa e sigurisë të jemi realistë, sepse duhet ishe marrë javë më parë, javën që kaloi, por megjithatë prapë jemi brenda atyre afateve, është një problem të cilin e di Spaku se si vepron dhe nuk dua të ndërhyj në atë procedurën atë që ata kanë. Por lëvizjet e fundit të Belinda Ballukut ishin, unë në një vend tjetër kam diskutuar dhe kam thënë që janë tepër misterioze lëvizjet që po bën Belinda. E keni fjalën për vizitën e fundit që është folur që ka qenë në Amerikë? Po, vizitën e fundit që ishte në Amerikë, ku unë e botova momentin e parë kur ajo iku, po askush nga mediat si duket nuk e di pse, po janë shumë të trembur kashi Belindës, edhe mediat janë të trembur kashi Belindës, se përmendin vetëm tuneli dhe nuk përmendin asgjë tjetër. Dhe vajti në Amerikë nuk e thanë fare, nuk e... Po sigur folë që mund të ishte çështje familjare, apo? Jo, unë deklarova që ishte çështje familjare. Tashti, çështje familjare the mund tani ta gjeni. Kush janë për ta gjetë dhe ta gjeni, s'më intereson, unë di vetëm atë që është faktike, por gjëja që është kryesore tashmë është që ajo që unë ju kam thënë që Spaku me FBI-n janë në unison dhe Amerika ka dhe politikat e saj të cilat i zbaton edhe nëpërmjet FBI-s, mos ta harrojmë. Dhe deklarata që unë kam bërë ka qenë që do të bëj atë veprimin, po bën atë veprimin, pastrimin e ambientit apo tharjen e kënedës themi, në një moment kam thënë që nëse shtëpis do i heqësh trarët, patave të bien vetë, pastaj s'ka nevojë të i heqësh ti, se bien vetë. Kështu të ndodhi dhe me Ramën, që do bie vetë, domethënë. Po pse do bjerë tani kur nuk ra me Veliajn, nuk ra me Ahmetajn, nuk ra me të tjerët, me Tahirin, me Beqajn? Po, Rama ka në dasmën që ka bërë, që i bëri Alex Sorosi, se gjërat janë të lidhura, dëgjoj, nuk merren gjërat siç i marrin këta ditore. Politika nuk është ditore, politika është lineare. Do të shohësh shumë veprime të cilat të dalin në ato konkluzione apo analizën që ti bën. Rama ka qenë i bllokuar gjithë kohën për sa i përket takimit me Trumpin apo me administratën e Trumpit. Një nga njerëzit që unë e kam deklaruar, kam thënë një nga pengesat më të mëdha të Ramës, ku nuk e pengon dot, nuk e çan dot, është Suzi, që është krau djathi i Trumpit. Suzi është një nga kabinetit.
Po, shefja kabinetit, po ajo është domethënë më e besuar, sidomos pas vrasjes së Kirkut, domethënë ai ka ngelur njeriu më i besuar. Mirë, po kjo ka qenë qysh në fillim, Susi ka qenë qysh në fillim, ka qenë personi i cili i ka treguar agjendën dhe është njeriu më antikomunist, flasim në Partinë Republikane. Është shumë e prerë për sa i përket kësaj pike. Person që ka vuajtur vetë atë periudhë, kështu që ajo e ndjen më tepër se gjithkush. Kështu që ajo ka pengesë, qysh kur është bërë katedralja, inaugurimi i katedralës, që si kujtohet dhe të gjithë veprimet e mëtejshme. Më pase. Bravo. Dhe ajo goditja e parë që askush nuk e foli në media, çuditërisht ishte kur u bë takimi i NATO-s në Amerikë, ku u bë me një deklaratë të përbashkët të NATO-s në atë takim dhe ka dalë që me një deklaratë NATO-s, ka dalë që Shqipëria është vendi ku agjentura ruse funksionon. Dhe në atë takim Rama nuk ka pasur absolutisht asnjë takim me asnjë nga liderët e NATO-s në atë takim. Të vetëm takim e ka pas vetëm ministri i jashtëm. Rama vetë jo. Dhe mas këtij takimi, po ta shohësh, pastaj Rama u bë dasma e Aleksit. Unë nuk kam thënë që në dasmën e Aleksit nuk ka qenë dasmë, ai ishte mbledhje Kabales dhe e Sorosit bashkë. Se aty janë bashkë gjithë ata. Dhe aty është vendosur që Rama duhet të rrinë në çdo kusht, në çdo formë, në çdo mënyrë duhet të rri kryeministri i Shqipërisë. Mos harroni se Shqipëria është qerdhe e Sorosit. Gjithkujt mund i duket pak. Kaq të vëndër dhe kaq të rëndësishëm. Po shumë e rëndësishme kjo, sepse ai është, po ta vesh re, domethënë të gjithë duke filluar që ke Kosi, që ke kjo çka ka Vandelini, që ke ky që ka marrë burr, që o martu me burr, burri që o martu me burr, qa i BE-s, kryetari i BE-s. Keni fjalën Shqipëri? Jo, që është kryetari i BE-s, që o martu me burr, që e ka ai. Emrin. Si s'jam emrin, ati vetëm kështu i them, burri që o martu me burr. Kryetari i BE-s. I presidenti i Këshillit të Evropës. Po, që o martu burri me burr pra. Ai si e ka emrin nuk e di. Po vjen emri kush është tani? Edhe mos mbie emrin, po burri me burr. Dhe po ti vesh takimet të Rama vetëm me këta i ka. Dhe këta mundohen ta. Zoti Merkoçi, se po i ndërpres, ai duket me Marta Kosi, me Meloni, sigur e ka grur me këta. Po pra, me Kosin e ka grur, me Vandelinin e ka grur, me këtë burrin që jo martu me burr e ka po grur. Me Melonin nuk mund të them se e ka grur, Meloni luajti atë lojën e saj, patjetër që është edhe pak në kurriz të Shqipërisë, megjithëse herën e parë mori i dajak atje në Amerikë për sa i përket takimeve dhe atyne përqafimeve me Ramën, po me sa duket interesi i saj se Meloni është edhe pak populiste, ta pranojmë që është edhe pak populiste, për intereset e vetë asaj dhe gjendja që është Meloni në Itali, sidomos për çështjen e Gjatrit, dhe bëri disa marrëveshje me Ramën, mos harroni se ka bërë një marrëveshje me Syrin e Katër, për t'i marrë Shqipërisë Syrin e Katër. Mos harroni. Më duket se edhe grekët nuk janë jashtë loje me këtë, më duket. Nuk është se është mbyllë, apo është mbyllë kjo? Është mbyllë, po një marrëveshje që ka, sipas asaj, një marrëveshje që ka bërë tani për Syrin e Katër ka bërë me Itali, me Meloni. Për ta çuar pulja. Po. Domethënë, Meloni ka luajtur këtë lloj loje, por jo se nuk them se edhe Meloni nuk e ka ndihmuar, ashtu siç ndihmoi edhe Vandelinin, kur u zgjodh Vandelini me ndihmën e Melonit u zgjodh. Dhe Meloni pranej ka ato oscilacionet e saja. Gjithsesi, në Europë Rama është caktuar që tjetë kryetari i qeverisë shqiptare dhe njëkohësisht edhe portavoqja e Sorosit apo në të gjithë Europën. Dhe prandaj Rama po ta vjen re është themi kryeministri i cili udhton më tepër jashtë. Ka udhtimet më tepër nga të gjithë. Pikërisht për të kryer misionin e Sorosit në Europë, sepse ka një mision të caktuar
të cilën ai është i detyruar dhe prandaj Rama nuk jep dorëheqjen apo nuk i bën përshtypje e gjithë. Ju më thoni që e shpjegon dhe faktin që duke qenë se i ka krahate ngrohtë, ishte në intervistën e fundit për Newsin që tha që keni krim edhe në Bruksel, i kritikon andej shqyqyr që ndodhi kjo me Putinin që na pat ne të tjera. Do më thënë, ai mundohet të bëj atë lloj politike e cila të justifikoj, se nuk po politikë, po vetëm justifikon ose merret me vogëlsira apo me krahasime të cilat nuk kanë lidhje fare të bëjnë me krahasimin me krimin që mund ndodhi edhe në Bruksel, edhe në Francë, edhe në Gjermani, në bazë frymës popullsisë ne jemi në rekord për sa i përket krimit. Ajo që është pastaj pjesa tjetër që unë e shoh që kam thënë që deri në fund vitit duhet bëhet, do të ketë diçka, do të ketë një përmbysje sepse nuk mund të ekzistojë më. Mos harroni se edhe dalja e mikut të tij, që kishte mik se ka prit në zyrë një nga kontrabandistët më të mëdhenj të drogës, ku janë pastru paratë, janë bërë të gjitha dhe mos harroni se kur u godit Rama për këtë, Rama në atë kohë ka deklaruar që ky është një biznesmen, është i fuqishëm, është i tillë. Tashmë që Amerika e nxorri non grata, familjarisht e nxorri non grata, pas kësaj nuk ka folë më asgjë. Mirë po, është i organizatë Sinaloa. Rama ka lidhje me gjithë organizatat kriminale, me gjithë grupimet e drogës. Dhe po sot më për ja mund mbaj përgjegjësi njëri për atë që mund ndodh më pas, duke qenë se atëherë kur ka qenë takimi, ai kishte bizneset e tij në Kanada, pavarësisht të lajmeve, aludimeve, i kishte edhe në Amerikë. Ai është koka e Sinaloas në Argjentinë. Nuk është problemi se ai ku i ka bizneset gjitha kështu i ka. Biznes ka edhe një nga mafiozët më të mëdhenj të Italisë, që para 2 vjetësh ka qenë në Shqipëri dhe ka hedhur para në Shqipëri, edhe këto kullat po t'i shifnin, mos i harroni se këtë deklarat nuk po e bëj unë. Këtë deklarat e ka bërë krye prokurori i Puljas, që biznesmeni më i fuqishëm, ai mafiozi më i fuqishëm në Itali, ka qenë në Shqipëri dhe ka hedhur para. Ai merret me ndërtimet, edhe në Itali merret me ndërtimet, me tunele, me rrugë, por gjithmonë kanë një njeri tjetër, nuk nxjerrin emrin e tyre. Gjithmonë kanë një emër tjetër, një personi tjetër. Kështu që Rama mund të thotë sa doj, po të futet një kryeminist dhe ai po e shpjegoi me pjesën tjetër që kam një mik i cili një zviceran se çishte. Po do shkruan edhe një libër ai. Bëj libër dhe ky e kishte thirrë se do bënte libër. Tash nuk e di se një kryeminist merret se do bëj libër dikush e prisë kryeministi kaq thjesht, kaq kryeministi nuk pret shqiptarët, jo më të presi njerëzit e tjerë. Dhe aq më tepër duke njohur Rama se kush është, dihet patjetër që Rama nuk bën asnjë lloj veprimi pa interesin e tij personal. Kështu që në këtë pikë unë them, goditja që po i bëhet një pasisht është ajo që unë kam deklaruar që një nga një derisa të bie vetë. Dhe kjo fal kësaj, sepse do të kuptojmë edhe një gjë tjetër, se kemi një opozitë cop-cop, të pafuqishme, të pabërë për ta hequr këtë kryeministin, sepse nëse do ishte një opozitë e fortë, vërtet një opozitë e fortë, nuk ka rëndësi numri, po të jetë opozitë e fortë, të jetë opozitë e besueshme, e cila ka kauzë, hell alternativa, jep rrugën e zgjidhjes, të jeni të bindur që populli do i bindesh dhe do të dilën në protestë dhe Rama automatikisht do jepte dorëheqjen, patjetër, me gjithë këto skandale që janë bërë. Zoti Mërkoqi, unë nuk ndjej se ju ndërpreva. Ju si besoni nga, duke qenë se e keni tablon e qartësim brenda vendit si jashtë? Edhe fakti që parashikimet që ne po flasim, këtë që po flasim sot ju e keni deklaruar disa muaj më parë, këtë që po pritet. Po tani, ju si mendoni, është më lehtë edhe më mundshme që kryeministi të marrë goditje nga brenda, nga drejtësia apo nga jashtë? Se jashtë ata në Terezi kanë thonë stabilitet në Ballkan, ta mbajmë kështu siç është edhe hajt, ndoshta. Jo, patjetër që ata në Terezi kanë edhe stabilitetin në Ballkanin e vendisë më tepër nga gjithë. Po mos harroni se deklarimi i Trumpit që e nxorri Sorosin, organizat kriminale dhe pastaj e nxorri organizat terroriste në botë, do të thotë që ai do ta luftojë ashtu siç luftoi drogën, do luftojë edhe Sorosin. Dhe Sorosi apo
Të gjithë organizatat e tjera, sidomos organizatat e majtë, janë gjithmonë të lidhura me drogën, me krimin, me korrupsionin. Këto janë ata që kanë sjellë këtë lloj gjendje në Shqipëri. Domethënë, po të marrësh edhe migracionin, kur Trump i bëri një deklaratë Europës që i tha mos i marrni këta emigrantë, po ju vjen. Pikërisht sepse është programi Sorosit e migracionit. Dhe Sorosi i paguan, i mirë paguan vetëm për të bërë këtë lloj emigrimi, për ta bërë këtë Europë kështu siç kemi ardhur deri më sot në këtë lloj situate. Dhe Sorosi, duke qenë një pjesë e organizatës kriminale, patjetër që do sulmohet në çdo vend të botës. Shqipëria është, unë kam thënë dhe prapë u them, Shqipëria është çelja e Sorosit. Unë jam plotësisht dakord që është më e kollajshme ta heqësh nga brenda se sa nga jashtë. Dhe lëvizjet që po bën FBI, pikërisht po i bën në këtë lloj forme. Për shembull, ardha e sekretarit të zëvon sekretarit të shtetit, ë? Takimi ditësh para 2 ditësh ai erdhi dhe takoi pos paku, takoi dhe një 4-5 deputet të Partisë Demokratike, Niko Peleshin, ministrin e brendshëm të drejtësisë. Dhe tashmë ju e shihni që një zëvon sekretari i shtetit që vjen mërna mujt, vjen 2 herë, nuk është kaq e thjeshtë. Ta kuptojmë drejt. Është një lëvizje shumë e forte, shumë e fuqishme. Thash pavarësisht se këta që ndoshta kulmoj me këtë, kulmoj me Ballukun apo ju thoni tek VIP-jeni që do shkojmë më lart? Jo, do heci. Jo, Balluku nuk është asgjë. Keni për parë, nuk është asgjë. Tuneli nuk është asgjë. Një nga aferat, të them që një nga aferat më të mëdhaja dhe që godet edhe direkt Amerikën në shporti Durrësit. Mos harroni se është një nga pikat nyje ku kalon droga. Dhe kështu që prishja e portit Durrësit, hapja e Porto Romanos, jo pa qëllim, i kërkoi NATO si tha urdhëro, hajde ti bëje këtu portin në Porto Romano. Mirë, Porto Romano nuk është port për të bërë port. S'ka nisur akoma, rrezikojmë mbetemi pa port, po. Nuk është port për të bërë port, nuk ka dalë goja mbrapa për të. Unë e kam denoncuar, nuk është se po e flas sot, kam vite që denoncoj. Në kohën kur unë denoncoja, opozita rrinte heshte, flente gjumë. Kujtohet nga i herë në sene, kujtohet me e përmend, por unë po ju them që afera... Do shta në luk qorba ndej? Patjetër, patjetër. Ore, Sorosi është brenda në PD-më. Unë e kam deklaruar. Unë e kam deklaruar në mes PD-s. Unë kam dhënë konferencë shtypi mes PD-s, mrena në PD dhe kam deklaruar që këtu Sorosi nuk lejon. Aty është Sorosi mrena, nuk diskutohet. Por, megjithatë, zoti Merkoçi, ju përdorni një shprehje të bukur që e riktheni edhe në biseda që ne kemi bërë më para që ajo kam një mik në komitet. Tani Rama fakti që me Melonin, Erdogani, me izraelitët mirë, lop këtej, lop andej, pra nuk e shpëtojnë këta? Jo, ka një gjë. Me Erdoganin nuk prish përfundimisht. Si u prish? Ata janë në rregull mes atij. Jo, ai keni gabim. Me Erdoganin është prish totalisht. Biles, po të shifni kompania e fluturimit që ka 49% Albania, ka 49% të dishesit. Po qarkulloi një lajm para 2-3 ditësh në Posgab. Jo qarkulloi lajm, po do dishesi, ka damin e do ta shesi. Pse? Sepse ky ka bërë një lëvizje duke menduar, prandaj thash, ai duke menduar dhe çdo lëvizje që bën, ai drejtohet drejt administratës Trumpit dhe drejt Trumpit. Lëvizja që ai bëri në Izrael, kur firmosi një marrëveshje për marrjen e dronave për mbledhjet tokë në Izrael, e kupton, të cilat nuk janë për Shqipërinë, dihen marrni mend këtë, nuk janë për Shqipërinë. Ato janë për të sjell Izraeli, për të sjell në Shqipëri dhe ky për të çuar në Ukrainë. Keni të bindur për këtë. Mirë, po duke marrë këtë një, e para duke bërë atë lojën e pisët dhe këta mendojnë se bota ecën pa diplomat, pa politikan. Dhe këta e mësu me atë dirigjimin që del ati ke ai edhe i dirigjon kjo ata dhe kujton se kjo është politika. Mirë, po mos harroni se ka ble repetitorët rretaret i ka ble nga Franca.
dronet i ka marrë nga Izraeli, në të njëjtën kohë që miku ti Erdogan, prodhon. Po, Bajraktarin. Tu janë prish marrëdhënie tani. Sepse ka një geopolitik. Mos harroni se geopolitik tonte dhe ai për tunelin, për tenderin. Po, patjetër. Geopolitika, po geopolitika, po tenderi, tuneli për shembull, këtë tuneli është bërë një aferë, është bërë një vjedhje, kolosale, dakor. Por unë nuk dëgjoj atë që është më kryesore dhe më e prekshme për njerëzit, për jetën e njeriut. Nuk është paraja jeta e njeriut. Kush është? Në tunel, unë nuk kam dëgjuar opozitën që të ngrihet edhe të bërtasi. Pse e keni hap tunelin pa u bërë kolaudimi tunelit? E denonsoi para pak ditësh që nuk është kolauduar. Para një javë mos gaboj, atë dy. Po e kam deklaruar pra që ky tunel nuk është i kolauduar dhe unë nuk di cilësinë e tunelit. Mi pa aty kalojnë mijëra njerëz. PD-ja e denonsoi në momentin që dolën mesazhet me Grekun, që pse po hidhet beton pa hekur. Ore, nuk e di se çfarë është bërë. Jo beton pa hekur, nuk di se çfarë është bërë dhe siguria e jetës njeriu. Pra, është më e vlefshme siguria e jetës njeriu se sa ato para. Se ato para mund t'i kthesh, po jetën nuk e kthen dot më. E kuptoni se nëse shëmbet ai tunel në një moment, se çfarë ndodh aty, çfarë katastrofe ndodh. Dhe unë nuk e shoh opozitën ta ngrej këtë problem. Nëse dikush të media, si puna imi që flasin, nxjerrin informacion apo themin e gjë, unë shoh që nga pikpamja e institucionit të politikës nuk jepet asgjë. Po do të shpall fitoren tani për Belindën besoj, po nuk e di kush do ta shpall më parë, ku t'ja është merita e kësaj që ndodhi, se që do ta shpall PD-ja kjo dihet. Ka çfarë shpalli PD-ja fitore të Belindës? Dëgjoj, nuk është, ore unë ja u kam thënë, Rama nuk e komandon më Spakun. Për sa kohë është FBI-ja, nuk e komandon më. Por Belinda tha dje që atë drejtinë e ka bërë Rama, tha. Po le ta, dëgjoj, ashtu tha, dëgjoj. Kur doli Belinda që të bëri këto deklarata, unë ju thash. Isha në një studio dhe ju thash. Ka marrë fjalimin e Erion Velis. Mo. Erion Velis. Edhe Erion Velia kështu tha. Drejtësia, kolegët, s'kam gjë me drejtësin. Kur i dolën në hekat, kur i një gjojnë Bërshilykët, durat e filloi dhe shau. Që e kanë gjithë ta, nuk më shkon kjo ndërmend fare. Unë flas, le ta marrin triumfin e Belindës, qoftë edhe PD-ja. A është e zonja PD-ja që ta marrë tash këtë triumf dhe ta çojë përpara? Për ta kapitalizuar vështirë. Po se qa del me deklarata patetike në për media, se ata dalin edhe thonë për shembull borna 43 përtesa, thot e Kreqi edhe vje puna e hoqe e jo Belin. Po nuk e hoqe, nuk ishte se nuk doli për incineratorët, e jo Beli akoma se ka dalë dosja e incineratorëve. Se është dosja C ajo e incineratorëve. Më kam thonë ja, dosjet e incineratorëve janë 3 pjesë. Dhe unë po shoh pikërisht dhe këtu tash i kthehemi te ajo pjesa, është më kollaj ta heqim nga brenda apo nga jashtë. Më kollaj është ta heqësh nga brenda. Por që ta heqësh nga brenda duhet kesh kaos, duhet të japësh alternativë, duhet të japësh rrugën e zgjedhjet, duhet të japësh besimin. Jo e pat protesta fundit me 200 veta, nuk mund të jetë një parti politike dhe opozita në tërësi bilës. Jo vetëm para PD-ja, po aty ishte gjithë opozita me 200 vetë. Keni një vendim ndryshe antikonformiste, ndryshe nga tjerët origjinal, edhe gjitha bisedat që thash edhe pak më lart 2 herë të tjera kanë dalë ajo që ju keni thënë. Tani unë dua të di po zënja Balluku me këtë tani do qëndroj kështu, do ta pres ashtu sikur tha dje në heshtje pa komentim, pa asnjë lëvizje atë që do ndodh. Pra do sjell ndonjë amulli kjo brenda shumicës ose edhe Partisë Socialiste, jo vetëm qeverisë, sepse ajo ka dhe ministrat vetë që i kanë kabinet. Unë kam bërë një deklarat dhe më thënë që gjithë analizën që kam bërë dyshoj. Janë dyshimet e mia, nuk është se i kanë vërtetuar, dyshoj se Belinda Balluku mund të jetë bërë bashkëpunëtore e drejtësisë. Mund të jetë bërë? Po.
Po pse mund të jetë bërë bashkëpunëtore drejtësisë duke qenë se ajo mas të fortë sigurie nuk ka, mund ta kaloj lehtë dhe butë në këtë gjendje që është. Dgjoj, pse është masë sigurisht nuk tregon gjithçka. Mos e harroni këtë. Masë sigurisht nuk tregon gjithçka. Biles me këtë lloj masë sigurie duke i hequr pasaportën, duke i marrë pasaportën, detyrimin e paraqitjes dhe vendimi për pezullimin nga detyra janë gjëra të cilat këtu do shohim tashmë edhe vet kryeministri. Çfarë do bëj tash ky kryeminist? Do ta zëvendësoj? Pse është i pezulluar, nuk është e shkarkuar. Shkarkimin e bën vetëm Rama. Se ta lej Rama tash. Në pezull do ta lej qeverinë pa zëvendës kryeministër. Derisa hoqi Veliajin mund të heqë dhe këtë. Pavarësisht se ai ishte i zgjedhur, kjo është e emëruar, po pikërisht unë këtë ju pata thënë që ky nuk ka nevojë as për kërkesë, as për këtë, as për atë. Ky me një firmë veten e hiqte dhe ishte i larë. Por ky nuk mund ta hiqte dot. Kuptojeni drejt, nuk e hiqte. Unë jo më kot ju thash, nëse Rama do ta heqë, do plasi lufta rrugës. Është shumë e thellë se sa mund ta mendojnë njerëzit në këtë lloj pike. Është më e thellë. Dhe Belinda Balluku do t'ju hapi probleme. Jo pse do t'ju hapi probleme si Belin. Kuptojmë drejt. Po ajo ka grupin e vet. Mirë po, është personi i cili ka firmosur dhe ka qenë në të gjitha, mirë po Rama në të gjithë veprimtarinë e Belinës ka qenë hap pas hapi me Belinën. Në të gjithë inaugurimet, në të gjithë projektet, në të gjithë darkat, drekat, takimet, thash ka qenë aty prezent dhe pa firmën e tij dhe pa dëshirën e tij nuk mund bëhet asgjë. Kjo është folur edhe për Tahirin atëherë, për kanabizimin, për Beqajin, edhe për shumë të tjerë. Në fund fare ky po sepse dëgjoj, po ta fillojmë te Tahiri të tjerë do të kuptojmë një gjë, nuk ka qenë kjo lloj situate. Dhe vërtet në atë kohë, mos harrojmë se edhe Sorosi në atë kohë ka qenë më i fuqishëm, se ne jemi vetëm vend që kemi fut Sorosin në kushtetutë, kuptojmë drejt. Po, e keni shpjeguar mjaft mirë këtë, po. 35 ka bërë politika sorosiane ka ndrit në Shqipëri. Dhe opozita supozojmë përveç deklaratave patetike që bën nuk ka asnjë veprim kundër Sorosit. Kuptojmë drejt. Kështu që jemi në këto kushte. Nuk është e njëjta situatë si Belinda sot me Benameta kur ishte në atë kohë. Apo me Tahirin në kohën e fillimit të SPAK-ut. Ka ndryshuar gjërat dhe jemi vetëm vend, dhe kjo duhet kuptuar pak më drejt, jemi vetëm vend që FBI-a dhe DEA që ndrojnë Shqipëri. Ju e pat, edhe pse u mbyll qeveria amerikane, FBI-a dhe DEA ndetën në Shqipëri, nuk ikën. E vetëm moment ikën kur nga USAID u prem fondet, u tërhoqën të gjithë dhe i vetmi vend që u rikthye FBI-a dhe DEA ishte Shqipëria. Jo pa qëllim ja kam thënë që ky ka ndërtuar mafia në shtet. Dhe një mafia shtet do goditet. Ashtu siç ka goditur të gjithë vendet ku kanë bizuteruar kjo lloj regjimi. Po, zonja Balluku ka më shumë pushtet se zoti Veliaj, sepse për Veliaj nuk fole njëjta gjë që është janë për Ballukun edhe. Ore, ata nuk pyesin as për Ramën. Nëse me hik Rama edhe as Ramën s'ka për ta mbështet Partia Socialiste. T'jeni të bindëm. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që goditet sepse këtu ka një koncept të gabuar. Të gjithë killen edhe bërtasin edhe thonë goditje politike. Belinda Balluku nuk është goditur sepse ka bryla brenda partisë. Goditet për një aferë e para, është afera e tunelit Llogaras. Po nuk është e vetmja. Po vetëm për aferë. Unë i dëgjoj ta. Del për shembull dhe thotë Ilir Meta, thotë i burgosë politik Ilir Meta. Ilir Meta nuk ka akuzë politike. Ilir Meta ka akuzë korrupsioni. Fredi Beleri thotë i burgosë politik. Njeriu që ka bërë masakrën e Peshkëpis, njeriu që ka djegë flamurin kombëtar, opozita del dhe thotë Fredi Beleri është i burgosur politik. A ka sens kjo? I mori kostot.
Po le ti marrë dashimtar, po nuk, mund më intereson çështja kombëtare, nuk më intereson se mori kostën XYZ. Unë them çfarë dëmi i sjell vendit. Ne flasim çfarë dëmi i sjell vendit. Nuk më intereson se mori kostën njëri, se qofse opozita është shpresë e popullit për ndryshim. Nëse një opozit shkatërrohet, do të thotë se nuk ka ndryshim. Dhe këtu më djep. Nuk kam rëndësiun se mori kostën, mori 50 deputet, unë pa të deklaru para votime, 25 deputet merë për të opozita e tërë. Dhe ashtë mori. Mos më intereson kjo. Mu më intereson që tjetë një opozit e fort, që të ndjelli besimin të njerëzit dhe të bëjnë ndryshimi. Pse du ta presë ndryshimin nga Amerika? Bëjnë ndryshimin tu. 6 muaj kisha që i lemëroja që do sjellin ligjin e gjinive në parlament. Nuk foli fare askush. E godita kur kapteri i presidencës doli në KP dhe edhe lexonte ligjin e gjinive. Opozita prapë nuk foli. Dhe u kujtuan ditën e fundit. Po ditën e fundit nuk bën dot fushat ditën e fundit, nuk bën dot sensibilizim ditën e fundit. Kështu që më duhet opozita fort. Unë kritikoj opozitën sepse e duhet fort. Po se çam kosto shmer XYZ as më intereson fare. Zoti Merkoti, shkatërrohet. Po në rast se Rama tani e shkarkon pas pezullimit, e liron nga detyra, a është një rrugë që i hapet gjykatës për të marrë një masë më të fortë, apo ajo që ju thatë pak më parë që mund të jetë bërë bashkëpunëtore drejtësisë, e penduar e shpëton e le me kaq? Nuk dëgjoj, masë e sigurisë, pse ka shumë, dëgjoj, kur Beqës i lanë, nëse ju kujtohet, Beqës i dhanë një masë sigurie detyrim paraqitje. Po, e para. Po, dhe të gjithë fillun dhe thanë, që është kjo e Rama ka ndikuar na, dhe një media isha dhe i thash, dëgjoj, ai është, domethënë, rrugëzgjidhja e Spakut. Kanë ata mënyrat e veta se si i bëjnë. Dhe çfarë ndodhi? Mas një javë, një muaj, nuk di, sa shkoi, Begja kaloi në arrest me burg. Pse? Sepse Begja, me idiotësinë e tyre, se këta janë edhe paditur, merrte dhe fliste me telefonin e shoferit. E u përgjuaj gjitha. E morën e futën mërë. Tani unë nuk e di se si pranetë nuk duhet të ndërhy në atë veprimin që bën Spaku. Dhe mua nuk më intereson se Belinda ka vjedh 5 lek apo ka vjedh 100 lek. Apo ka vjedh 2 milion lek. Ato i zgjedh Spaku, i zgjedh gjykata. Nuk i zgjedh unë. Unë e godas politikisht. Unë shoh politikisht që ndodh. S'më interesojnë mua gjërat si që mendojnë ta, dëgjoj, se kanë vjedh, na doli sot se ka vjedh edhe këtë, na doli nuk pa që qenë 50, por pas ka qenë 60. Qa më intereson më kjo? Unë nuk jam unë personi që e nxjerr këtë. Personi është gjykata, prokurori. Ata paguan për atë. Nuk paguan mu për atë. Unë bëj një analizë politike. Dhe politikisht, kam qenë korrekt deri tash i besoj. Po, jeni koherent me logjikën. Jo më kot ju mora. Po gjithmonë bëj atë, dëgjoj mirë, gjithmonë bëj atë pjesën e interpretimit, qoftë lëvizjes, qoftë para 2 ditësh unë ju thash që Belinda Balluku po bën ca lëvizje çuditshme. E kupton? Dhe mua këtu më shkon. Dhe unë jo pa qëllim të thoshe që Rama nuk e heq dot, Belinda nuk e do heqën dhe Rama po pret vendimin e gjykatës dhe urdhëro, kjo doli. Po t'jen parlament ku ndodhen këto, mendoni që ka ditë gjë Rama ose Belinda për atë që do ndodhte sot? Shoma, s'din asgjë ata. Të të pushim. Nuk din gjë ata. Rama nuk e di se çfarë do ndodhi nesër. Nuk di çfarë do ndodhi sot. Leti se çfarë dalin ca në për media e tregojnë se e disha unë, se e bëja unë, se dite ky, se e bënde kjo, absolutisht asgjë. Edhe ato mesazhet Belindës, unë thash, ata i qisin vetë këta për të heqë vëmendje, se Vodafonin e kanë vetë, edhe AMC-n e kanë vetë. E kupton? Kompanit i kanë vetë, i nxirrshin vetëm për të heqë vëmendje.
dhe për ta shfryrë, gjithë atë për ta shfryrë. Por nuk është kjo. Politika nuk është. Zoti Merkoçi, e fundit se ju mora shumë kohë dhe zgjata shumë, po Belinda nëse për shembull kishim rastin e Veliaj që atëherë edhe në media u aludua që shiko ka kraun, ka Sorosin në mbështetje. Ka një lop këtu, një mik atje, sikur e tham pak më lart. Po në këtë rast zonja Balluku, ka ku të mbështetet jashtë ose brenda? Ka. Ku? Ka. Unë po ju them që ka grupi më të fortë. Brenda apo jashtë? Dëgjoj mirë. Dhe Rama prandaj nuk ishte i fuqishëm për ta shkarkuar. Kjo besoj se është mjaftueshme. Rama nuk kishte, dhe unë njo pa qëllim, qysh ditën që ka dalë Belinda nga Spaku, që ka është marrë si pandeur, unë kam deklaruar Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i Zotit ta heqë. Nuk ka fuqi ta heqë. E mbyllim aty ku e nisëm që një gjyqtar pra del më i fortë se kryeministri. Jo, nuk del gjyqtari më i fortë. Jo, të kuptojmë drejt, ligj është ligj. Rama priste. Dhe këtu mund të jetë bërë dhe test, unë e qyta në një moment e qyta test kundër Ramës. Pra, qoftë Amerika po bën një test dhe thot, mos i jep masë, nuk i jap masë arresti. Dhe do ta shoh, ky njeri do ta shkarkoj apo jo. Pra, themi atë, ore, ai idioti që thot që Rama se shkarkoj dot, e shkarkoj kjo apo se shkarkoj, ta provoj mirë. Dhe doli që nuk e shkarkoj dot. Pra Rama edhe moralisht, politikisht, unë kam thënë Rama politikisht, moralisht është i rrëzuar. Nuk ka kusht ta rrëzoj. Kjo opozit nuk e rrëzon dot. Por Rama është i rrëzuar. Në të gjithë veprimin që ka. Vërtet dhe Erion Belia kishte Sorosin në krah, dhe e ka Sorosin në krah. Dhe mos shifni gjithë lëvizjet që ka bërë Europa, i ka bërë kundër Ramës, edhe kur doli që u tallë me diellin. Janë njerëzit e Erion Belisë. Por mos harroni sherrin që ju kam deklaruar që ka bërë Rama me Velia në Amerikë. Kur Rama i tha ty push ka top të bof, tha po unë pa ta bon nuk ta le dhe e qojnë burë. Pse? Se këtu brenda vendit Rama është i fuqishëm. Ai unë jo po koti them që Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Mafia shtet kështu funksionon, kështu vepron. Po këta s'kan as moralin e mafjas. Kjo është e keqja. Ta mirë që e kanë, po nuk kanë as moralin e mafjas. Se këta veprojnë në mënyrë banditeske. Nuk njohin as kode, as morale, as gjë. Zoti Merkoçi, të falenderoj shumë për bisedën. Ajo që pritet të ndodhë është mjaft mister, po deri në fund vitit, tek ajo që ju keni parashikuar ne do flasim prapë.